Shtetet e Bashkuara kanë lëshuar një alarm sigurie për qytetarët e saj që ndodhen në Iran, duke kërkuar atyre të largohen menjëherë nga vendi. Një njoftim i publikuar të martën, ambasada amerikane paralajmëroi se protestat janë të përshkallëzuara dhe mund të bëhen të dhunshme, duke rritur rrezikun për arrestim dhe lëndime. Sipas ambasadës, në Iran po aplikohen masa të forta sigurie, përfshirë mbyllje rrugësh, ndërprerje të transportit publik dhe bllokime të internetit. Autoritetet amerikane u bëjnë thirrje qytetarëve të planifikojnë largimin pa u mbështetur në ndihmën e qeverisë së SBA-s, duke sugjeruar si alternativa rrugët toksore drejt Armenisë ose Turqisë. Ambasada theksoi se shtetasit amerikan përballen me rrezik të konsiderueshëm marrjen në pyetje, arrestim apo ndalim, duke shtuar se edhe posedimi një pasaporte amerikane ose lidhjet me SBA-n mund të jenë arsye të mjaftueshme për ndalim. Paralajmërimi vjen në një kohë kur presidenti Donald Trump ka deklaruar se nuk do të hezitonte të përdorte forcën ushtarake për të ndërshkuar regjimin iranian. Megjithatë, ka theksuar se diplomacia mbetet opsioni i parë që ai ka njoftur gjithashtu planet për vendosjen e një tarife 25% për mallrat nga vendet që bëjnë biznes me Iranin, masë që pritet të ndikojë më së shumti Kinën. Ndërkohë, regjimi iranian vijon të kufizojë aksesin në internet në përpjekje për të shtypur protestat, edhe pse thirrjet telefonike ndërkombëtare rifilluan për herë të parë pas më shumë se 100 orësh. Edhe Britania e Madhe ka paralajmëruar kundër udhëtimit drejt Iranit, duke u kërkuar shtetasve të saj që ndodhen atje të vlerësojnë me kujdes rreziqet e qëndrimit. Nga ana tjetër, Republika Islamike ka akuzuar SBA dhe Izraelin për nxitjen e trazirave dhe i ka paralajmëruar të dy vendet kundër veprimeve ushtarake. Sipas burimeve të cituara nga Wall Street Journal, presidenti Trump po anon drejt një sulmi ndaj Iranit, por ende nuk ka marrë një vendim përfundimtar, duke lënë të hapur mundësinë e një veprimi ushtarak të ndjekur nga negociata.